kem përmend dy zonjat Bugije që në shëlimin, po do të mujshim me votu dhe zotin Koni Usha, pra ish kryetarin, nëse propozohet. A kishit votu Fatmir Limaj për krye kuvendar, për shkak që po flitet për ditëve të fundit që postën e kryeparlamentarit e ka kërkuar në një marrëveshje me vetëvendosen, duke marrë parasysh që keni qenë edhe në bashkoalicion në zgjedhje. Nuk kem marrë një qëndrim rreth kësaj, nuk kem diskutuar rreth kësaj. Po ato të votarit nëse do të jetë S'muj me edhe një mendim të qartë. Po nuk muj me edhe mendim se s'kem diskutuar në aleancë, pra kemi ato situatat që të rrugtimi ti tash ndarash edhe në obligim shjemi, po nuk mund t'jap një përgjigje ashtu të saktë. Zotria Radina i grupi intelektualve kaloi dje në Nisma, me ta keni qenë partner po ashtu të koalicionit, si e pat këtë shkrirje të intelektualve në Nisma? Mendoj që është një zhvillim i mirë dhe pse jo, shumë mirë. Ju uroj sukses. Nuk e ka përmend në intervistë që fal Nismës socialdemokrate, apo ja ka kaluar provën. Sikur se dini, këto koalicionet janë për përfitime të caktuara, mendoj që edhe vetëvendosje palishte nguxo, edhe alternative nuk e kish kalu provën, pra kjo është njëjtë.